Mira student shqiptar nga të gjitha trevat e Maqedonisë së Veriut pritet të mblidhen pasdite në qendër të Shkupit për të kërkuar të drejtën e tyre legjitime, zhvillimin e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, protesta e cila do të nisë në orën 16:30 para orës së gurit në moton bashkëpunim me studentët, të gjithë një zëri, do të përfundojë para Ministrisë së Drejtësisë. Kjo është protesta e dytë masive pas asaj të 6 prillit, ku studentët thonë se drejtat tyre e garantuar me kushtetutë dhe me ligj për përdorimin e gjuhëve, sipas tyre neni 2 dhe 5 i këtij ligji, obligojnë institucionet shtetërore të mundsojnë përdorimin e shqipes në procedurat zyrtare përfshirë provimet profesionale. Ministri i Drejtësisë Igor Filkov pak orë para protestës e cilësoi çështjen si të mbyllur, duke u deklaruar se provimi i jurisprudencës është provim profesional dhe jo një proces administrativ. Ai theksoi se qeveria nuk do të lejojë interpretime politike ditore të kushtetutës. Nga ana tjetër, kryeministri Hristijan Mickovski ka mbajtur një ton mosbutus, duke u lutur studentëve për durim. Mickovski ka realizuar një takim pune me bashkëkryetarët e koalicionit Vlen, Izet Mexhitin dhe Bilal Kasamin, ku është diskutuar gjetja një zgjidhje ligjore që do të ishte në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Mbështetja e gjerë kombëtare dhe ndërkombëtare, kauza e studentëve ka marrë një dimension tjetër të gjerë shoqëror, duke u mbështetur nga figura të rëndësishme të artit dhe politikës. Përveç kërkesës teknike për provimin, organizatorët si Mevlan Ademi theksojnë se kjo betejë lidhet me mbrojtjen e dinjitetit dhe të drejtave legjitime të shqiptarëve si qytetarë të barabartë në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë opozita shqiptare ka akuzuar qeverinë për zvarritje të qëllimshme dhe tentativë për të politizuar një kërkesë të pastër studentore. Vetëm para pak qastesh, organizatori i protestës Mevlan Ademi ka njoftuar se studentët shqiptarë që po vinin nga Shqipëria në mbështetje të protestës janë ndaluar në kufi nga policia. Ai u bëri thirrje autoriteteve të Maqedonisë së Veriut që menjëherë të lëshojnë studentët dhe të njëjtët të i bashkangjiten protestës në mbrojtje të gjuhës shqipe.